Në një botë ku perëndit dhe krijesat mitologjike kanë fuqinë për të ndryshuar fatet, një nga historitë më të frikshme dhe më të fuqishme është ajo e Meduzës. Ajo nuk është thjesht një grua me flokë gjarpërish, ajo është simbol i dhimbjes, transformimit dhe hakmarrjes. Një vajzë e bukur e tradhtuar nga një perëndi dhe ndëshkuar për gjithë jetën. Meduza u shndërrua në një përbindës të paimagjinueshëm, i cili kishte fuqinë për të kthyer çdo njeri që e shihte në gur. Po kush ishte ajo vërtet? Një qenie e keqe apo një viktime e pafajshme e një bote të padrejtë? Historinë e Meduzës nuk mund ta tregosh pa u ndalur te troditjet që ajo ka shkaktuar, dhe si një akt i dhunshëm i ka dhënë asaj një fuqi të pabesueshme. Kjo është legjenda e saj, një histori që bashkon hakmarrjen dhe fuqinë në një rrëfim të paimagjinueshëm. Lindja e Meduzës dhe motrat e saj të frikshme. Në thellësitë e errta të detit, nga perënditë e lashta të oqeanit, Forkis dhe Keto, lindën krijesa që do të mbushin me tmerr rrafenjat e njerëzimit. Nga ky bashkim hynor erdhën në jetë gorgonat, trimotra me fuqi të mbinatyrshme dhe pamje të përbindshme. Më e njohura nga to ishte Meduza, e vetmja e vdekshme midis tyre. Sipas legjendës, Meduza ishte një vajzë jashtëzakonisht e bukur, por ndryshe nga motrat e saj Sthena dhe Euryala, që lindën përbindsha, Meduza kishte një pamje njerëzore dhe tërheqëse. Megjithatë, fati i saj mori një kthes tragjike. Motrat e saj, Sthena dhe Euryala, ishin të pavdekshme. Sthena ishte më e dhunshme dhe më e forta nga të trija, ndërsa Euryala kishte një ulërim të frikshme që trondiste gjithçka përreth. Por vetëm Meduza kishte fatin e trishtuar që të ishte e vdekshme, ndoshta sepse dikur kishte qenë njerëzore dhe kishte jetuar me një zemër të thjeshtë me ndjenja njerëzore. Meduza përpara mallkimit, bukuria që mahniti perëndit. Shumë kohë më parë se të bëhej një gërgone e tmerrshme, Meduza ishte një nga krijesat më të bukura që kishte parë ndonjëherë bota e lashtë. Ndryshe nga motrat e saj, të cilët kishin lindur përbindshë, Meduza ishte njerëzore dhe e vdekshme, me një bukuri hynore dhe nuk e fshehte dot prejardhjen e saj nga perënditë e detit. Thuaj se flokët e saj ishin të gjatë, të dendur dhe me një shkëlqim. Çdo fije që binte mbi supe me një hiershi duke sikur lëkunde nga një melodi e padukshme. Sytë e saj të mëdhenj kishin një ndriçim të brendshëm që mbante pezull çdo shikim. Lëkura e saj e bardhë si qelçi i pastër dhe ecja e saj elegante saqë dukej sikur nuk e prekte tokën. Meduza ishte e vërtytshme dhe e përkushtuar ndaj perëndeshës Athena. Ajo shërbente si pritshëresh në tempullin e saj dhe kishte bërë një betim të jetonte e përkushtuar. Vizitorët e tempullit shpesh mrekulloheshin nga prania e saj, jo vetëm nga bukuria fizike, por dhe ndriçimi i mendjes. Në tregimet më poetike të mitologjisë thuhej se edhe perëndit ndalonin hapat kur e shihnin. Ajo ishte si një imazh i përsosmërisë që vetë bukuria e kishte zili, por pikërisht kjo bukuri e rrallë u bë fatkeqësia e saj, sepse kur Poseidoni e pa, nuk mund t'i rezistonte dëshirës dhe kështu nisi rruga e dhimbshme që do ta kthente Meduzën në një figurë tragjike. Meduza dhe Poseidoni, fillimi i mallkimit. Një ditë, ndërsa ishte ende njeri, bukuria e saj tërheq vëmendjen e zotit të oqeaneve dhe tërmeteve, Poseidonit. I pushtuar nga fuqia dhe dëshira, Poseidoni nuk pranoi refuzim. Sipas shumë varianteve të mitit, ai e shfrytëzoi Meduzën në tempullin e shenjtë të Athinas, duke përdosur vendin më të shenjtë për të. Ky akt nuk solli hakmarrje mbi Zotin, siç mund të pritej. Athinaja, e zemëruar për përfytyrimin e tempullit të saj, nuk guxoi të ndëshkonte Poseidonin, një perëndi e fuqishme dhe e barabartë në rang. Në vend të kësaj, ajo e drejtoi zemërimin e saj ndaj Meduzës, sikur ajo të ishte fajtore për shkeljen e shenjtërisë së tempullit. Ndëshkimi ishte brutal. Athinaja e mallkoi Meduzën duke shndërruar në një krijesë të tmerrshme. Flokët e saj të mrekullueshëm u kthyen në gjarpëri, helmues.
fytyra e saj u deformua me një pamje që mund të kthente çdo njeri në gur dhe bukuria e saj e dikurshme u zhduk përgjithmonë. Ky mallkim nuk ishte vetëm fizik, ishte një dënim i përjetshëm për një faj që Meduza nuk e kishte bërë vetë. Ajo u detyrua të jetonte në vetmi, në skajet më të errta të botës, në një shpellë të zymë të quajtur shpellat e Gorgonave, larg nga njerëzit dhe perëndit. Kështu, një akt i padrejtësisë solli një transformim të dhimbshëm. Nga një grua e bukur dhe e pafajshme, Meduza u kthye në simbol të tmerrit dhe ndëshkimit hynor, por historia e saj nuk mbaron këtu, sepse nga kjo vuajtje ajo do të bëhet një figurë e fuqishme dhe do të përballet me heronj dhe do të lërë gjurmë në mitologji për jetë. Megjithse ajo ishte një përbindësh, ajo nuk dilte për të vrarë njerëz apo për të sulmuar, si shumë krijesa të tjera mitologjike. Në të vërtetë ajo rrinte e fshehur dhe vetmuar, duke jetuar një jetë të mbyllur dhe të trishtuar larg gjithçkaje. Shumë heronj e kërkonin për lavdi, jo se ajo kishte bërë ndonjë gjë të keqe. Përpara se të vinte Perseu, ajo nuk ishte mundur të mposhte nga askush, pasi pamja e saj vdekjeprurse i kthente të gjithë në gur, në çast. Gjatë kohës që jetonte në shpellë, ajo mbrohej nga motrat e saj, të cilat ishin të pavdekshme dhe gjithashtu të fuqishme. Por Perseu arriti të hynte në strehën e saj duke përdorur pasqyrimin e mburojës së Athinas që të mos e shikonte në sy dhe kështu ju ofrua pa e vënë re. Perseu nuk i dha fund Meduzës sepse ajo kishte bërë diçka të keqe ndaj tij, por sepse i kërkua si një detyrë e pamundur. Mbreti Polidekti, i cili donte të shpëtonte nga Perseu, i dha atij këtë mision me shpresën që nuk do të kthehej i gjallë. Ai kërkoi të sillte kokën e Meduzës që ishte e famshme për fuqinë e saj, shikimin e saj që kthente njerëzit në gur. Perseu, megjithse nuk veproi nga zemërimi dhe urrejtja, por u nis në këtë rrugëtim si një hero që duhet të përmbushte një kërkesë të vështirë. Ai mori ndihmën e perëndive. Athinaja i dha një mburoj që pasqyronte si pasqyrë. Hermes i dha sandale me flatra që ta ndihmonin të fluturonte, dhe ai gjithashtu u pajis me një helmet që e bënte të padukshëm. Kur arriti në shpellën ku jetonte Meduza dhe motrat e saj, Perseu nuk e pa kurrë drejtë në sy. Ai përdori mburojën si pasqyrë për të parë pa rrezikuar të kthehej në gur. Në heshtje dhe kujdes ju ofrua Meduzës ndërsa ajo flinte dhe ja ndau kokën nga trupi, pa e lënduar, por duke përdorur zgjuarsi dhe mjete që i kishin dhënë perëndit. Koka e Meduzës më pas u bë një armë e fuqishme në duart e tij, por ajo mbeti një figurë tragjike, një grua që kishte qenë dikur e bukur dhe e pafajshme, por u dënua padrejtësisht dhe përfundoi si një krijesë që njerëzit e quanin përbindësh. Motrat e saj, Stheno dhe Euryale, lëshuan një britmë shpërthimi dhe zemërimi pas asaj që ndodhi, sepse nuk mundën dot ta shpëtonin motrën e tyre, Meduza. Motra Stheno ishte e njohur për mezurinë e saj. Ajo kishte vrarë më shumë njerëz se çdo gorgon tjetër, dhe Euryale ndonse ishte e pavdekshme, njihe për vajin e saj të pafund pas vdekjes së Meduzës, duke e kthyer atë në një figurë të trishtuar dhe të përmalluar. Koka e Meduzës edhe pas vdekjes mbeti e mbushur me fuqi. Mjaftonte një vështrim i saj për ta kthyer në gur çdo armik. Perseu i adhuroi perëndeshës Athina, e cila e vendosi në mburojën e saj të shenjtë, duke e bërë një simbol të mbrojtjes dhe fuqisë femërore. Me kalimin e kohës, gorgonat nuk u pan vetëm si përbindësha. Në shumë rrëfime moderne, ato përfaqësojnë fuqinë e gruas dhe mbrojtjen nga e keqja. Figura e Meduzës është përdorur si simbol i grave për mbrojtjen nga e keqja dhe padrejtësitë, dhe motrat e saj si kujtesë që edhe në mitet më të errta kanë ndjenja, dhimbje dhe një forcë të heshtur. Ja dhe një lidhje e veçantë mes markës Versace dhe Meduzës. Logoja e famshme e Versace është pikërisht koka e Meduzës, një simbol i fuqishëm dhe i mbushur me kuptim. Gianni Versace, themeluesi i markës, zgjodhi Meduzën si emblem për shtëpinë e tij të modës, sepse ajo mishëronte bukurinë që ma gjeps, fuqinë që të paralizon dhe një hijeshi të frikshme nga e cila nuk mund të ikësh. Sipas Gianni Versaces, ai e zgjodhi Meduzën sepse
kushdo që bie në kontakt me të nuk mund të kthehet më mbrapa. Kjo përputhet me vizionin e tij për modën, një stil që të mbërthen dhe nuk të lëshon, i pangatërueshëm, i fuqishëm dhe me sensualitet. Meduza e Versaçes nuk është thjesht një përbindës mitologjik, por një figurë që përfaqëson magjinë, bukurinë e rrezikshme dhe fuqinë femërore që nuk mund të injorohet. Po Meduza përdoret si simbol në shumë vende, institucione dhe kontekste përtej modës. Ja disa përdorime më të njohura. 1. Në art dhe arkitekturë antike, në Greqinë e lashtë, koka e Meduzës, e njohur si Gorgoneion, përdoret si simbol mbrojtës në hyrje të shtëpive, tempujve, armëve dhe mburojave. Mendohet se ai largonte të keqen dhe shpirtat e rrezikshëm me vështrimin e saj shkatërrues. 2. Në universitete dhe institucione, Meduza përdoret në emblema të disa kolegjeve klasike apo shoqatave studimore që fokusohen në mitologjinë, artin dhe kulturën greke. Për shembull, disa muze apo fakultete arti mund ta përdorin kokën e Meduzës si simbol të frymëzimit mitologjik dhe bukurisë femërore. 3. Në forcat ushtarake dhe detare. Disa njësi ushtarake apo detare, veçanërisht në SBA dhe Britani, e kanë përdorur imazhin e Meduzës në stemat e tyre për të simbolizuar frikën, fuqinë dhe kontrollin mbi armikun. Për shembull, USS Medusa RI-1 ishte një anije e marinës amerikane gjatë luftës së dytë botërore. 4. Në okultizëm dhe simbole ezoterike, Meduza është parë si simbol i dijes së fshehtë, transformimit dhe fuqisë femërore të shtypur. Në disa rrymë spirituale moderne, ajo përfaqëson hakmarrjen hyjnore ndaj padrejtësive. 5. Në muze dhe ekspozita arti, Meduza është subjekt i shumë pikturave, skulpturave dhe ekspozitave në muze të famshëm si Uffizi në Firenze, Louvre Paris, British Museum në Londër. Në mënyrë simbolike, Meduza është kthyer nga një përbindës që duhet vrarë në një figurë që ngjall admirim, frikë dhe respekt, një ikonë komplekse që përdoret në shumë kontekste për të përcjellë mesazhe të forta vizuale dhe emocionale. Historia e Meduzës nuk është thjesht një tregim mitologjik, ajo është një pasqyrim i mënyrës se si fuqia, frika dhe bukuria janë interpretuar në kohë të ndryshme, nga përbindës në mbrojtëse, nga viktimë në simbol force. Meduza na kujton se çdo histori ka më shumë se një fytyrë. A mendoni se Meduza ishte vërtet një përbindësh apo ishte thjesht një grua e keq kuptuar nga perëndit dhe njerëzit? Nëse të ka pëlqyer video, të ftojmë të abonohesh në kanalin ton dhe të ndash mendimin tënd në komente. Ju falenderoj për kohën, shihemi në video në radhës.